kjo qeveri nuk e ka marrë hapat konkret. Është hap traseja edhe asnjë investim me tutje nuk është shkuar dhe nuk është zhvilluar. Praktikisht tranziti Malishevës ka qenë i themeluar me kontratë. Ka qenë një kontratë e nënshkruar mes ministrisë dhe operatorit ekonomik. Mirë po atje nuk janë zhvilluar punimet dhe kjo qeveri nuk e ka marrë hapat konkret dhe të domosdoshëm për... Hiç s'janë zhvillu? Hiç s'ka nisë punimet? Nuk kanë absolutisht një katësi beton nuk është hudh aty dhe asnjë diçka prej që ka orë qeveria. A i dini çka po ndodh? A keni pyet çka po ndodh? Ne kemi pas takime të vazhdueshme me ministrinë, mirë po ata janë thirrë në shpunësimet, në shpunësim që duhet bërë në atë pjesë. Mirë po edhe me tutje asnjëherë nuk është bërë as rreth shpunësimeve, të shpronësimeve, as të implementimit të këtij projekti. Praktikisht nëse vjen kamera juaj edhe sheh atje, është sikur një projekt i cili sikur të mos jetoj kërkush atë. Domethënë është hap traseja edhe asnjë investim me tutje nuk është shkuar dhe nuk është zhvilluar, që aty janë disa probleme të pronave, të cilat disa akterë të cilët janë shumë të rëndësishëm po paraqiten vetë pengesë e tyre.